الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله. Falënderimet I takojnë Allahu Xhella Taala, paqja, mirësitë, beqatit e Zotit qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e profetit, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë besimtarët të cilët e ndjekin e pasojnë rrugën e tij, udhëzimin e tij deri në Kiamet. Allahu Xhella Taala thot në Kur'an, I drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa." Zoti I tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: a e ke parë atë që ka marrë tekët e tij për Zot? Bagawiu, një ndër komentatorë të Kuranit, thot se Allahu Xhella Taala I drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në këtë rast duke tërheq çuditjen nga një gjendje në të cilën një pjesë e popullit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam jetonin duke I adhuruar zotat e rrejshëm dhe pastaj jo vetëm që adhuronin ata zotat që ishin nga guri, druri, nga ushqime të ndryshme, por dhe mbrenda këtij adhurimi të mbrapsht ata kishin edhe teke të caktuara, siç ndodhte shpeshherë se e kishte një zot nga druri, dhe për një moment që e shihte një zot tjetër që dikush e kishte ndërtu nga guri apo nga ushqimi, ai e lente zotin e vet dhe e merrte zotin tjetër duke I ndjek pra tekët e tija. Për me kuptu më mirë pse e kemi përkthy në këtë ajet kuranor, a e ke parë atë që ka marrë tekët e veta për Zot, pra për Zot të rrejshëm. Sepse në disa përkthime do të gjeni se fjala hawa në gjuhën arabe që është përmend këto në këtë ajet kuranor është përkthy si pasion, si dëshirë, si epsh e kështu me radhë. Por më për afërta, për mu përshtat ma atë që ne po dëshirojmë sot me përcjell tek ju vëllezër besimtar, është pra tekët e njeriut. Tekët janë prirje e brendshme të pakontrolluara, që shpesh herë nuk mbështeten në logjik asnjë parim. Janë impulsive, paqëndrueshme, ndryshojnë shpejt në gjendjen e njeriut. Pra ato I thuhet tekët e tij, ju kam tekë çashto. Mund ta çojë njeriu të veprojnë kundër të drejtës. Pastaj nuk kërkojnë arsye, vetëm ndjekje. Shembulli, sikur I pëlqen sot diçka, e praktikon ose e merr. Nesër I pëlqen, ka një tekë tjetër, e lenat dhe kështu më radhë. Ato janë sikur se erët e forta, nëse nuk kanë rënë, personi në fjalë rrëzohet shumë shpejt. Të dashur të mi, kjo është gjumaja e parë pas Ramazanit, ku neve mbrenda agjërimit kemi qenë mbrenda një kornize ku kemi hec, pra kemi bën një adhurim të caktuar siç është agjërimi, dhe mbrenda tij edhe disa adhurime tjera që e kemi ndjek një standard hynor, që gjithë shka që e kemi bëjmë mundu të ndjekmi sipas këtij standardit hynor që Allahu e ka zbrit dhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam na ka mësu neve. Dhe sa herë që njeriu e ndjek standardit hynor, I ndjek udhëzimet e Zotit dhe udhëzimet e profetit, ai mbetet mbrenda atij kurniza dhe mbetet afër Allahut Xhella Taala. Por pastaj çdo përpjekje e tij për mi ndjek pas Ramazanit, mi ndjek tekët e tij, kjo është pengesa kryesore e para, e vogla dhe e madhja, e cila do e largon njeriu nga Allahu Xhella Taala, sepse njeriu ndjek tekët e veta dhe kjo është një smundje tejet e rrezikshme. Njeriu kur ndjek tekët e veta,
bën që ai mos të ndëgjoj më thirrjet hynore dhe udhëzimet e Allahut xhalla taala. Para mendon do thotë sikur neve gjatë ditëve të Ramazanit e kishmi bë për shembull iftarin në drekë e jo në akşam. Kishmi ndjek teket të caktuara. A kish pat kuptim agjërimi jon? Përgjigjja shumë e shpejtë dhe e lehtë, jo nuk kish pat sepse nuk kishmi pas agjërim. Kështu pra është ai person i cili i ndjek teket e tij kur e kaplojnë ato, a e bën që mos t'i dëgjoj thirrjet hynore, as të mos të ketë pastaj ndjenjë fetare për cilën Allahu xhalla taala e ka bërë. Gjatë ndjekjeve të tekeve të caktuara, njeriu nuk ka dyshim se bëhet i pavëmendshëm ndaj urdhnave të Allahut. Vjen namazi, vjen xhumaja, e që ndodh shpesh herë ndjekja e tekeve e bën një pjesë të madhe të besimtarëve që mos më ardh në ditën e xhumat. Dikujt i ka ardhur një shok, dikujt një familjar, dikush se do të çu më vonë, dikush nuk e diu në çka, edhe duke ndjek këto tekë, çka e bën? Atë e bën do thotë me lën këtë xhumë, me lën edhe një xhumë tjetër, me lën një namaz e kështu më radh, pastaj ndal gadal kjo e bën që ai duke i ndjek këto tekët e tij personale, egon e tij e bën që mi harru edhe urdhat edhe ndalesat e Allahut xhella taala. Ndal gadal ndjekja e tekëve personale e bën që njeriu të verbohet shpirti i tij verbohet. Pra qërrohet shpirti i tij me të cilën hec njeriu në rrugën e Allahut azza wa jall, dhe kështu kur qërrohet shpirti i njeriu, atij ja zbukuron të pavërtetën dhe e shëmton gjithherë të vërtetën dhe e sheh mëkatin gjithherë se justifikum dhe ndaj bindjeve të Allahut xhalla taala bëhet i rënd duke mos ju përgjigj atyre. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë 3 gjëra janë shkatruese: kooperacia që ndiqet, tekët që pasohen dhe vetpëlqimi i njeriu. Këto janë 3 gjëra që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i ka listuar si gjëra që e shkatrojnë njeriu. Ibn Abbas, një ndër komentatorët e Kuranit, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka thënë: sherri, idhulli, Zoti i rrejshëm, i cili më i keqi që adhurohet mbi sipërfaqet e tokës, janë tekët e njeriu. Pra, njeriu ndal gadal, pa e vrejt, pa vedijen e tij, ai shkon dhe i bën tekët e tij një Zot të rrejshëm që me kalimin e kohës i nënshtrohet atyre, e pason atë, e ndjek atë dhe kështu më radhë. Do i përmendi shumë shpejt pasojat e ndjekjeve të tekëve. Pra ku na çojnë ato, çfarë pasoja kemi nëse ne në jetën e përditshme i ndjekim tekët e tona të caktuara dhe nuk ecmi sipas udhëzimeve të Allahut dhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prej pasojave të tekëve është udhëzimi zëvendësohet me dëshira të cilat nuk e kanë vendin e duhur. Allahu udhëzon përmes shpallës, ndërsa tekët e njeriu të tërheqin drejt dëshirave të cilat janë të rrezikshme për njeriu, sepse ato shpesh herë janë dëshira të cilat vinë në momentin kur duhet jepet përparësi udhëzimit edhe thirrjeve të Zotit xhella taala. Prej pasojave është se dëshirat e njeriu, tekët e tij bëhen burimi i gjykimit. Kur ndiqen tekët njerëzore, atë dëshirat ngrihen në vend të gjykimeve që duhen njeriu pra të shkojë sipas udhëzimeve të Kuranit dhe Sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe prej pasojave është se feja kthehet në shërbëtore të tekëve të njeriu, e që në fakt pra feja duhet të jetë ajo që njeriu duhet ta ndjek atë, e jo të bëhet shërbëtore që njeriu të merr aty ku don sipas tekëve të tij brenda fesë dhe të lënë. Ta shfrytëzon fejen si një mbulim, si një petk, një imazh të tij për mu duk se është mirë, qoftë edhe në dukjen formale të tij, ndërsa në brendësi, në shtëpinë e tij, në raportet njerëzore, ai është thjesht një djallë i vërtet i cili është mbulu me petkun e fesë. Refuzimi i udhëzimeve në forma të ndryshme, siç ndodh pra kur shfaqet drita e udhëzimit, kur vijnë thirrjet e Allahut xhella taala,
besimtari njeriu i cili ndjek tekët e tij, ai e ignoron pra udhëzimin nga zilia, e shtrembron atë me qëllim dhe e mohon atë pa dituri. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë xheneti është i rrethuar me vështirësi, ndërsa zjarri është i rrethuar me epshte. Kështu që ndjekja e epsheve të caktuara që zbukuron rrugën e gabuar e çon njeriu për mu largu nga rruga Allahut xhelle taala. Të dashur vëllezër besimtar, mesazhi i fundit mbetet që edukimi i tekeve jo shuarja e tyre. Thamë ato janë që vinë në momentin që njeriu shpeshherë nuk ka mundësi ti menaxhoj ose ti kontrolloj në shfaqjen e parë të tyre, por se ato feja thirr që të menaxhohen e jo të shuhen. Besimtari nuk e lufton asnjëherë pra në kuptimin e dëshirave, epshet e tij duke u mundu me zhduk sepse ato janë njerëzore, por gjithherë i thret ato, i thret vetës, bën një reflektim duke u mundu që të edukon veten e tij, pastaj të ndjek udhëzimin e Allahut xhelle taala dhe kështu të mbetet si një besimtar, ashtu që Zoti dhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam janë të kënaqur me të. Dhe ajo çka është gjithherë, çdo sakrificë me të cilën njeriu e bën me veten e vet, shpeshherë, edhe nëse kjo sakrificë e cila e çon në rrugën e duhur ose thirrja për në rrugën e Allahut xhelle taala është nganjëherë që duhet të sakrifikojmë, është në favorin ton në dunja dhe në ahiret. Edhe ardhja juve sot në këtë ditë xumaje, qëndrimi, heshtja, përgatitja, gjithçka që keni bë, është një lloj sakrifice prej sakrificave që njeriu e bën në rrugën e Allahut xhelle taala, dhe ky mund nuk shkon poshtë, nuk humb, sepse Allahu nuk e thën premtimin e vet. Wa ama man khafa maqam rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Thot Allahu xhelle taala, e sa i përket atij që i friksohet qëndrimit para madhnisë së Allahut xhelle taala dhe ndalon veten nga tekët e tij, atëherë xheneti është vend strehimi i tij. Dhe thirrja e fundit është për këtë ditë xumaje që të qëndrojmë në udhëzimet e Allahut xhelle taala, të qëndrojmë aty ku Zoti na thirr, aty ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na udhëzon, sepse aty ka bereqet, aty ka begati, aty ka mirësi në jetën e kësaj bote edhe në botën tjetër. Elusë Allahun xhelle taala çdo vepër që e kemi bërë në muajin e shenjtë Ramazanit, ta pranoj Allahu prej neve, na bën Allahu prej atyre syqel të cilët Zotin e Ramazanit, atë i cili e ka urnu për me agjëru në Ramazanin, të jemi prej atyre që adhurojmë ashtu hak, qysh meriton atë, e madhërojmë ashtu qysh ai ka kërku prej neve dhe ndjekmi udhëzimet dhe sunetet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kërkoni tek i madhi Zot falje në këtë ditë xumaje, në këtë kohë të bekuar, sepse Allahu i pranon faljet dhe lutjet e besimtarëve.